Nga data 1 shtatore, gjithë administrata publike do të fillojë të përfitojë pagën me shtesën e vendosur nga Këshilli i Ministrave 2 javë më parë. Në një dalje publike për mediat, zëvendës ministri i Financave Nezir Haldeda tha se rritja e pagave synon rritjen e mëtejshme të mirëqenies sociale dhe është mundësuar nga rritja e të ardhurave me 4% në arkën e buxhetit të shtetit. Haldeda bëri një përllogaritje të kategorive përfituese nga vendimi i qeverisë, duke krahasuar rritjen me vitin 2005, kohë kur qeverisnin socialistët. Paga mesatare e mësuesit në arsimin nëntëvjeçar shkon në 50.563 lek ose 2.6 herë e krahasuar me vitin 2005. Paga mesatare e mjekut arrin në 58.098 lek ose e rritur 2.6 herë krahasuar me vitin 2005. Paga mesatare e infermierit shkon në 35.618 lek nga 15.024 lek që ishte në 2005. Të gjithë kategoritë e pagave të tjera kanë pësuar të njëjtin trend rritës duke mbështetur me precedencë rritjen e pagave të ulta. Deklarata e zëvendës ministrit të Financave për rritjen e pagave për punonjësit e administratës publike vjen në të njëjtën kohë kur guvernatori i Bankës Qendrore Ardian Fullani është në qendër të akuzave për shpenzime marramendse dhe pagë 11.7 herë më të lartë se të ardhurat e një shqiptari. Këtë çështje zëvendës ministri Haldeda zgjodhi ta kalojë me heshtje.